Në vizitën e parë zyrtare të një kryeministri britanik në vendin tonë, Keir Starmer dhe kryeministri Edi Rama u zotuan për thellimin e bashkëpunimit dhe për këtë u firmosën dy marrëveshje, ku parashikohen që të dy vendet të prodhojnë së bashku mjete ushtarake. Pas disa lajmeve që kanë qarkulluar se Britania po kërkon që të hapë qendra për emigrantët e palishëm në disa vende të Ballkanit, mes tyre edhe në Shqipëri, kryeministri Edi Rama bëri edhe një herë të qartë se një marrëveshje e tillë s'do të ketë më asnjë vend tjetër përveç Italisë. Ne kemi thelluar bashkëpunimin edhe po punojmë intensivisht për të krijuar më shumë sinergji në fushën e sigurisë e posaçërisht të mbrojtjes. Në angazhimin kundër rrjedhave kriminale dhe migracionit palishëm kemi arsye të jemi shumë krenar për punën që kemi bërë. Shifrat janë mbreslënse, lidhur me replikimin e modelit që ne kemi sjell në Shqipëri në bashkëpunim me Italinë. Unë kam thënë qysh në kryet herës që ky është një model i cili kërkon kohën e vet për t'u testuar e para, dhe dyta, ky është një model që në rast se funksionon mund të replikohet, po jo në Shqipëri, në vende tjera të rajonit, ku po qese rezultati i modelit do të jetë pozitiv, nuk ka arsye që të mos ketë disponim nga ana e vendeve të tjera. Kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer gjatë konferencës u shpreh se efektiviteti i bashkëpunimeve midis dy vendeve ka çuar në një ulje dramatike të shifrave të emigracionit të palishëm me gati 94%. Ajo çfarë diskutuam ishte efektiviteti i atyre bashkëpunimeve që kemi bërë për këto 2-3 vite, që kanë çuar në uljen dramatike të shifrave, siç ju e përmendët, nga 12.000 me një ulje prej 94%, dhe diskutuam se si kjo punë përmes kësaj skuadre të përbashkët mund të shtrihet në vende të tjera të rajonit dhe se si të mund ta bëjmë këtë më efektive. Presidenti i Republikës Bajram Begaj zhvilloi një takim më herët me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, teksa u theksua vizioni i përbashkët për të ardhmen që bashkon Shqipërinë me Mbretërinë e Bashkuar, dy vende në marrëdhënie që datojnë prej 104 vitësh. Presidenti Begaj vlerësoi miqësisht dhe partneritetin mes dy shteteve, si dhe rëndësinë e vizitës së kryeministrit Starmer në forcimin e këtij bashkëpunimi.